Do të shon pak të bëjmë sqarimin e diçka. Dokumenti themelor i lëvizjes nacionale shqiptare është shkrimi i pashkëvrasësh e vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Deri më sot është s'ka një dokument themelor. Ai është i parë, programi i parë politik. Dhe aty shpjegohet. Më vonë ky dokument elaborohet nga Sami Frashëri. Dhe po të shohësh analizën e mendimit politik nga Vaso Pasha ke Sami Frashëri, kemi ndryshime të dukshme. E para, të dy, Vaso Pasha është kategorik për faktin që nuk do shkëputje nga Perëndaria Osmane. Kjo duhet analizuar shumë mirë. Po të shohim ke Sami Frashëri, edhe Sami Frashëri thot, ka ardhur koha që Perëndoria po merr fund, por derisa të bjerë Perëndoria, është më mirë të qëndrojmë nën perëndorim. Po këto janë probleme që duhen parë në nivel intelektual, mendimi elitar shqiptar si ka evoluar një e para. Të kthehemi ke një gjë tjetër. Unë jam plotësisht dakord, u përmend pjesën e parë pak diversiteti kulturor dhe diversiteti ndryshëm. Unë jam plotësisht dakord. Edhe Perëndoria Osmane e pranonte diversitetin kulturor, krahinor e të gjitha identitetet. Sepse në atë kohë brenda Perëndorisë nuk ishte kufi. Është si Bashkimi Evropian i sotëm, nuk ishte kufi dhe nuk interesonte ku fillonte